Gazetari Eraldo Arlica i komentoi vrasjen e babait të Roan Brahimit, Gjovalin Prendit, pak ditë më parë. Gazetari zbardhi më shumë detaje rreth atentatit, ku tha se në vrasjen e Gjovalin Prendit kanë marrë pjesë 4 persona. Sipas tij, autorët e krimit kanë qenë njohës të mirë të zonës, duke shtuar se krimi ishte lokal, në lidhje me zanafillën e konflikteve mes familjeve. Arlica i zbuloi lidhjen intime të Roan Brahimit, që solli zinxhirin e vrasjeve, si dhe përplasjes së këtij të fundit me eksponentët e krimit. Para një ore kanë qenë në mbledhje duke bërë analizë të provave që janë gjendur. Në vrasjen e Gjovalin Prendit është konfirmuar që kanë marrë pjesë 4 persona, kanë qenë 2 qitës. Nuk konsiderohet se kanë qenë të papërgatitur, ka qelluar vetëm një person. Në momentin që është djegur makina, ka qenë një person që i ka pritur, i ka transportuar me makinë. Zona nuk ka pasur kamera dhe terreni ka qenë i studiuar. Është një krim lokal dhe personat që kanë marrë pjesë në këtë e kanë njohur zonën dhe familjen. Gjovalini ka patur probleme shëndetësore kohëve të fundit, ka patur një atentat në vitin 2021, kështu që ka qenë ditur. Pritej, duke qenë vetë nga veriu është e vështirë që familjet të falin njëra tjetrën. Një nga pistat që po heton policia është një atentat që ka ndodhur në 2014 për një vajzë. Ka qenë Roan Brahimi në të 20-tat, ka qenë në një marrëdhënie me një zonjë. Pas këtij konflikti ka patur një atentat dhe nga ai moment familjet kanë qenë armiqësi. Roan Brahimi flitet që ka patur një background të gjerë përplasjesh, por flitet që ka marrë pjesë në atentatin ndaj Brillant Martinajt, u shpreh gazetari.